zotrim, mirëmëngjes, unë jam Enida Ndoci dhe do të jemi së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt për të njohur me të rejat dhe zhvillimet më të fundit. Do të nisim në këtë çast pa humbur kohë me gjykatën kushtetuese që pritet të vendosë ditën e sotme nëse do të pranojë ose jo për shqyrtim kërkesën e paraqitur nga qeveria lidhur me vendimin e GKK-s. Ky vendim i gjykatës posaçme të korrupsionit dhe krimit të organizuar ka pezulluar nga detyra zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Pritet që ditën e sotme gjykata mund të marrë vendimin edhe për kërkesën e qeverisë për pezullimin e vendimit të GKK-s deri në shqyrtimin e plotë të çështjes. Për më shumë detaje unë do të kem në këtë çast kolegun Klajdi Bolli, i cili do të na jap informacion më të detajuar. Klajdi, mirëmëngjes, përshëndes. Mirëmëngjes, Enida, atëherë ditën e sotme pritet që gjykata kushtetuese, le të themi trupa prej 8 gjyqtarësh të vendosë nëse do të marrë apo jo në shqyrtim kërkesën e Këshillit të Ministrave për të rrëzuar vendimin e gjykatës së posaçme për pezullimin nga detyrat të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, njëkohësisht dhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë. Pasi çështja fillimisht u diskutua në kolegjin e gjykatës kushtetuese ku 3 gjyqtarët nuk ranë dakord në unanimitet për të marrë një vendim në lidhje me këtë çështje, siç përcakton dhe rregulloria e gjykatës kushtetuese. Çështja e kalon një trupe gjyqësore prej 8 gjyqtarësh, e cila sot pritet të marrë vendimin nëse do të pranojë apo jo kërkesën e Këshillit të Ministrave dhe nëse do ta refuzojë atë duke lënë kështu në fuqi vendimin e gjykatës së posaçme për pezullimin e Belinda Balluku. Burime nga gjykata kushtetuese na kanë konfirmuar se kjo seancë pritet të mbahet pas orës 13 për shkak të 3 seancave të tjera të cilat ka të parashikuar gjykata kushtetuese në kalendarin e saj, një seancë e cila pritet të nisë në orën 10:00, një tjetër seancë në orën 12 dhe një tjetër në orën 13 dhe pikërisht pas përfundimit të seancës orës 13 pritet që trupa prej të gjyqtarësh të shqyrtojë dhe kërkesën e Këshillit të Ministrave për pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe për rrezimin e vendimit të gjykatës së posaçme që ndalon atë të dalë jashtë vendit, gjithashtu e pezullon dhe nga detyrat publike, atë të zëvendës kryeministres dhe ministres të infrastrukturës dhe energjisë. Një vendim i dhënë nga gjykata e posaçme pas kërkesës së prokurorisë së posaçme me arsyetimin se zonja Balluku mund të prish prova duke qenë ende në detyrë. Belinda Balluku akuzohet nga prokuroria posaçme dhe është marrë panderur për shkelje të barazisë në tendera për 2 raste. Pikërisht një rast është për tunelin e Llogaras, ku sipas prokurorisë së posaçme zonja Balluku së bashku me bashkëpunëtorët e saj dhe kryesisht me drejtorin e rrugëve zotin Evis Berberi ka përcaktuar fituesin e këtij tuneli me një vlerë për 190 milionë euro, ndërkohë që më herët një tender më parshëm me vlerën e 150 milionë euro ishte anulluar me urdhër të zonjës Balluku, siç ka dalë dhe nga biseda që ajo ka bërë me drejtorin e rrugëve dhe tashmë le të themi janë biseda të cilat janë në zotrim nga prokuroria posaçme. Gjithashtu ajo akuzohet edhe për një tjetër rast të shkeljes së barazisë në tender për lotin 14 Unazës së Madhe të Tiranës, ku gjithmonë sipas prokurorisë së posaçme zonja Balluku ka shkelur barazin në tender, duke paracaktuar fituesin në lidhje me këtë lot Unazës së Madhe dhe duke urdhëruar varësin e saj Evis Berberi, le të themi për të shpallur fituesit që ishin të përcaktuar më parë se tenderi të hidhej, madje duke detyruar dhe kompanitë fituese se me cilat do të bashkëpunonin për të fituar të tender. Megjithatë, le të themi pezullimi i Belinda Ballukut për herë të parë ka nxjerrë në pa dhe një kundërshti të kryeministit Edi Rama në le të themi krah teksa gjatë gjikos ka qenë pro, le të themi, institucioneve të reja të drejtësisë. Herë zoti Rama ka pasur sulme të vazhdueshme dhe është shprehur se pezullimi i një zyrtari të lartë nga gjykata e posaçme është shkelje e kompetencave të qeverisë dhe është i paprecedent pasi nuk ka ndodhur sipas tij në asnjë vend të Bashkimit Evropian. Një përplasje e cila me sa duket këtë herë është e qëndrueshme e kryeministit Rama me institucionet të reja të drejtësisë, le të themi që ka pasur deklarata dhe sulmet më bashme në rastin e zotit Erion Veliaj, por më pas kryeministri është tërhequr duke shprehur se nuk do të pengojë punën e drejtësisë dhe nuk ka komentuar më vendimet për kryebashkiakun e Tiranës. Por në rastin e zonjës Belinda Balluku, me sa duket qëndresa e kryeministrit, por dhe gjithë qeverisë është e qartë pasi jo vetëm ka ankimuar në gjykatën kushtetuese vendimin e gjykatës së posaçme për pezullimin e Belinda Ballukut, por thuajse në çdo shfaqje publike, kryeministri Edi Rama
e ka sulmuar këtë vendim të gjykatës posaçme me argumentet e tij se le të themi ky vendim është i paprecedent dhe se gjykata posaçme ka hyrë në kompetencat e qeverisë për të emëruar dhe për shkarkuar zëvendëskryeministrin por dhe ministrin e energjetikës dhe infrastrukturës. Megjithatë, pas disa javësh kjo çështje ngelet pezu për shkak të ankimimit të qeverisë dhe pasi treshja e kolegjit zgjedhor të gjykatës kushtetuese nuk mundi që ta zgjidhte këtë çështje në unanimitet. Kjo çështje tashmë i ka kaluar një trupe të plot në gjykatën kushtetuese e cila ditën e sotme pritet të marrë një vendim. Nëse do të pranohet kërkesa e qeverisë, atëherë gjykata kushtetuese pritet të japë një vendim në lidhje me masën e vendosur nga gjykata e posaçme. Por nëse refuzohet marrja në shqyrtim e kërkesës së qeverisë, atëherë automatikisht vendimi i gjykatës së posaçme do të ngel në fuqi dhe njëkohësisht dhe pezullimi i zëvendës kryeministres Belinda Balluku, njëkohësisht dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë. Mbetet për të parë, siç e thash, pas orës 13:00 se cili do të jetë vendimi i gjykatës kushtetuese për një çështje e cila, le të themi, ka ndezur debatin politik në vend, teksa zoti Rama e ka cilësuar këtë vendim si të paprecedent. Kryetari i opozitës zoti Sali Berisha në daljet e tij publike është shprehur se kryeministri dhe qeveria po shantazhojnë në mënyrë të tmerrshme dhe të vazhdueshme gjykatën kushtetuese për të dhënë një vendim në favor të qeverisë dhe të Belinda Ballukut. Por sipas zotit Berisha, ky presion i kryeministrit Edi Rama por dhe qeverisë së tij vjen pasi në këtë aferë, pikërisht atë të tunelit të Llogaras, është vetë kryeministri Edi Rama dhe Belinda Balluku ka zbatuar urdhrat që kanë ardhur prej tij. Megjithatë, siç e thash tashmë, duan dhe pak orë për të kuptuar dhe për le të themi për të marrë dhe për të informuar publikisht në lidhje me këtë vendim të gjykatës kushtetuese, në lidhje me çështjen e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila megjithëse e pezulluar nga detyra nga gjykata e posaçme nuk ka zgjedhur që të dorëhiqet, po ashtu dhe vetë kryeministri Edi Rama nuk ka zgjedhur që ta shkarkojë, siç ka ndodhur në raste të tjera me eksponentë të qeverisë dhe të Partisë Socialiste, për cilët kryeministri jo vetëm i ka shkarkuar, por madje është shprehur se ato, le të themi, janë të pezulluar apo të përjashtuar nga Partia Socialiste, derisa drejtësia do t'jap fjalën e saj, por nuk ka ndodhur, le të themi, e njëjta histori dhe e njëjta procedurë, por e njëjti qëndrim nga kryeministri Edi Rama me rastin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. E qartë. Mirë, të falenderoj shumë Kredi për gjitha këto informacione.